tërësisht i kisha lut që të lirohet tërësisht shalla në 4:30, krijon kushtet për vazhdimin e seancës. Në kuptimin e fajësisë, pa fajësisë apo false? Lidhur me falë. Lidhur me veprat penale, nëse më ngarkoni përdorimi i armës, a doni më deklarua apo jo? Në kuptimin e fajësisë, pa fajësisë apo false? Në jam më deklarua, tani në kuptimin e fajësisë, pa fajësisë, është juve që është një veten. A do? Po. Nëse nuk na kuptuat mirë, tam kemi drejt më deklaru, më mbrojt heshtje. Kam nevojë më mbrojt heshtje. Mirë. Atëherë domethënë duhet të deklarohen. E problemet penale që ata nuk kanë realizuar akuza, është përdorimi i armës. E një vetë vajtur apo jo? Nderuar gjykatës, absolutisht nuk e ndi vetëm fajtor. Nuk e një vetë vajtur, absolutisht. Tash siç edhe ju njoftuat, pika 2 është parashkruar. Po. Unë mu aty kam dashur për atë më deklaruar. Në thotë akti ynë ka qenë një akt thellësisht politik me qëllim që të parandalojmë jo personat në kryen e detyrës tyre zyrtare, po parandalojmë faljen apo shitjen në 8200 hektarëve. Qëllimi jo, nuk ka qenë tjetër, por vetëm të parandalojmë faljen apo shitjen e 8200 hektarëve tokë e Republikës Kosovës. Për këtë bazë mjafton. Tani kemi fjalën e hyrës mos shpërndarën e fajsin. Edhe për pikën e parë, Jo, tash mirë, për këtë fazë mjafton. Po, është i di, mbrojtësit pandere, Amshteq. Po, është. Mbrojtësit pandere, do të kemi shtatë që kanë klientë këtu. Pasi që është për konsekvent të mjaftueshëm me mua si mbretës.